apo ju duket edhe juve se fëmijët po mërziten shumë shpejt nga çdo gjë që nuk ka ekran? Shumë fëmijë janë mësuar që çdo gjë të vijë shpejt, të ecë shpejt dhe të përfundojë shpejt. Prandaj shumë aktivitete të qeta u duken monotone. Si prindër, më shumë se sa vetëm t'u ndalojmë ekranin, duhet t'u ofrojmë aktivitete reale, kreative dhe praktike që i zhvillojnë dhe i mbajnë të angazhuar. Deri në 6 vjeç, vizatimi, plastelina, kubat, lojrat me ujë e rërë, kërcimi, ndihma e vogël në kuzhinë, mbyllja e luleve dhe lojrat me role. 6 deri në 8 vjeç, punime me letër, përgjingjitje, Lego, biçiklet, patina, lojra me top, gatime të thjeshta, kujdes për bimë dhe detyra të vogla në shtëpi. 9 deri në 12 vjeç. Sport, vizatim, punë kreative me dorë, gatim, eksperimente të thjeshta, organizimi i hapësirës së tyre, kujdes për bimë apo kafshë dhe sfida javore. 13-14 vjeç. Sport, ecje, biçiklet, fotografi, gatim, projekte kreative, përgjegjësi reale në shtëpi, aktivitete me shoqëri dhe kurse sipas interesave të tyre. Fëmijët sot nuk kanë nevojë vetëm për ndalim, kanë nevojë për alternativa që i tërheqin dhe i zhvillojnë realisht. Ju si angazhoni fëmijët tuaj larg ekranit? Cilat metoda po ju funksionojnë më së miri? Pres mendimet e juaja që të mësojmë nga njëra tjetra.